Përshëndetje. Tema për të cilën do të flasim sot është një çështje sa personale, aq edhe universale. Ndarja e pasurisë familjare është një nga temat më të ndjeshme dhe shpesh konfliktuale në jetën e një familje. Në Shqipëri kjo çështje shpesh kthehet në mollsheri midis vëllezërve, motrave, madje edhe midis prindërve dhe fëmijëve. Pra, a është një fenomen i veçantë për shoqërinë shqiptare apo është e rrënjosur në vetë natyrën njerëzore? Pse një çështje që në teori duhet të bazohet në drejtësi, shpesh përfundon në përçarje, inate, madje edhe në urrejtje. Në këtë video, unë do të synoj të shqyrtoj psikologjinë e këtij fenomeni, si ndikon ndarja e pasurisë në strukturën emocionale dhe morale të njerëzve, çfarë ndodh në mendjen e individit gjatë këtyre proceseve dhe pse pasuria në vend që të bashkojë shpesh i ndan njerëzit. Ndarja e pasurisë është më shumë se thjesht një çështje ligjore. Në thelb ndarja e pasurisë duket si një proces administrativ, ndahet prona, llogari bankare, toka apo pasuri të tjera materiale midis anëtarëve të familjes sipas ligjit apo dëshirës së prindërve. Por realiteti është shumë më kompleks. Kur ndarja fillon, ajo kthehet në përplasje emocionale, kujtimesh dhe perceptimesh të padrejtësisë. Pasuria në shumë familje nuk është thjesht një mall material. Ajo shpesh lidhet me ndjesinë e vlerësimit, respektit dhe dashurisë së prindrit që ka dhënë fëmijës. Kur një fëmijë ndjen se ka marrë më pak, shpesh kjo interpretohet si nuk më kanë dashur si duhet më ata, apo nuk jam vlerësuar për gjithçka që kam bërë për këtë familje. Po pse njerëzit ndryshojnë gjatë ndarjes së pasurisë? Psikologët shpjegojnë se ndarja e pasurisë shpesh shndrohet në një luftë për identitetin dhe statusin. Kur ndodhet përballë një vendimi që e vendos më poshtë se vëllai apo motra në aspektin material, njeriu përjeton një kërcënim identiteti. Kjo përcaktohet në kulturat patriarkale, sigurisht, ku prona është simbol i autoritetit dhe pushtetit. Sipas teorisë së mospërputhjes, disonancës njohëse, ku përjetojmë një konflikt mes asaj që besojmë, për shembull kam qenë fëmia më i përkushtuar në familje, dhe asaj që ndodh, për shembull kam marrë më pak pasuri se ç'duhet merja. Lind një tension i madh psikologjik. Për ta ulur këtë tension, njeriu shpesh kalon në fazën e arsyetimit të vetes përmes zemërimit, agresivitetit dhe akuzave ndaj të tjerëve. Dhe agresiviteti është si një mekanizëm mbrojtës. Agresiviteti në ndarjen e pasurisë nuk është domosdoshmërisht shprehje lakmie. Shpesh është shprehje e dhimbjes dhe zhgënjimit. Në momentin që individi ndjen se është lënë mënjan ose trajtuar padrejtësisht, ai u mbet aftësinë për të parë situatën në mënyrë të qetë. Emocione si fyerja, ndjenja e tradhtisë dhe inati ndaj atyre që deri dje ishin të dashur, marrin përparësi tani. Ky agresivitet mund të shfaqet në mënyra të ndryshme, në verbale, me fjalë, sharje, akuze, rihapje të konflikteve të vjetra që ishin mbyllur, ose edhe nga ana ligjore, procese gjyqësore të zgjatura që zbejnë totalisht marrëdhënien familjare, po edhe emocionale, ndërprerja totale e kontaktit, izolimit të prindërve apo dhe anëtarëve të tjerë të familjes. Por shtrohet edhe një pyetje. Po kjo është vetëm një çështje shqiptare? Jo. Ndarja e pasurisë është një fenomen global, por kultura dhe struktura shoqërore ndikojnë shumë në mënyrën se si përjetohet ajo. Në vendet perëndimore ku pavarësia financiare është vlerë thelbësore, konflikti rreth trashëgimisë është më pak i theksuar në jetën e përditshme, por ai gjithsesi ekziston. Janë të panumërta rastet e gjyqeve mes fëmijëve të milionerëve amerikanë apo të pasurve europianë apo aziatik. Ne i shikojmë përditshëm në rrjetet sociale ku flitet për ta. Në anën tjetër, në vendet me tradita të forta familjare, patriarkale që jemi ne në Ballkan, Azi apo në lidhjen e mesme, prona konsiderohet në vazhdimësi i pushtetit familjar dhe ndarja e saj kthehet
në çështje nderi, krenarie dhe përkatësie, por pasuria shikohet edhe si zëvendësim për dashurinë dhe vëmendjen. Në shumë raste, pasuria familjare përdoret edhe si kompensim emocional. Nuk kisha fëmija i preferuar, por të paktën do më lënë më shumë nga që duhet. Jam e sigurt për këtë. E kjo logjik e nënkuptuar u shqet me heshtje për vite të tëra, deri në momentin që shpërthen në letrën e parë që lexon noteri. Kur prindrit nuk janë të qartë ose tregojnë pëlqime të hapura për një fëmijë në dëm të tjetrit apo të tjerëve, pasuria kthehet në gjyqin e fundit mollë sherrri, ku gjithçka vlerësohet dhe matet. Por kur toka bëhet fush betej, në Shqipëri toka dhe prona kanë një simbolik të veçantë, veçanërisht në zonat rurale. Ato nuk janë thjesht pasuri, janë trashëgimi, nder familjar dhe kujtesë kolektive. Nuk përjashtojmë qytetin, që edhe këtu zihen për një plumb tokë. Kjo e bën edhe më të ndjeshme ndarjen, pasi çdo pëllëm tokë ka ngarkesë emocionale. Për më tepër, mungesa e një sistemi të drejtë dhe të shpejtë gjyqësor shpesh i lë familjarët në mëshirë të konflikteve që zgjasin për vite, duke shtuar edhe më shumë tensionin dhe izolimin. Po si të shmangim këto tragjedi familjare, të themi? Për të mos lejuar që ndarja e pasurisë të shkatërrojë lidhjet familjare, psikologët sugjerojnë disa strategji. Duhet një transparencë që herët. Prindrit duhet të flasin hapur me fëmijët për pasurinë e mënyrën se si mendojnë ata ta ndajnë. Pritshmëritë e qarta e shmangin zhgënjimin. Konsultime me specialist ligjor dhe psikolog. Ndarja e pasurisë nuk është vetëm çështje e avokatëve. Një psikolog familjar mund të ndihmojë në përpunimin e emocioneve të këtij tranzicioni. Ruajtja e marrëdhënieve mbi pasurinë. Vlera më e madhe që trashëgojmë është dashuria dhe lidhja me njëri tjetrin. Pasuria harxhohet. Marrëdhëniet e mira janë edhe më të qëndrueshme. Kujdes ndaj fëmijëve të harruar. Prindrit që përqendrohen tek një fëmijë duke neglizhuar të tjerët, nxisin konflikt. Drejtësia emocionale është po aq e rëndësishme sa ajo ligjore. Dhe si përfundim do të thosha se pasuria është edhe një test i karakterit. Ndarja e pasurisë nuk e ndryshon karakterin e njerëzve. Ajo e zbardh atë. Në momente të tilla del në pa gjithçka që është akumuluar për vite me radhë. Xhelozi, mosbesim, ndjenja inferioriteti, por dhe dashuria dhe përulësia, nëse ekziston sigurisht. Nuk është pasuria ajo që i ndan njerëzit, por mënyra si e perceptojnë atë. Nëse shihet si një shpërblim për dashurinë, ajo do të dëmtojë. Nëse shihet si një instrument për të jetuar më mirë, ajo mund të ndahet me mençuri dhe qetësi. Në fund të fundit, një pronë mund të kthehet në mallkim ose në bekim. Varet nga zemra që e mban, jo nga letra që e regjistron. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot e reja që unë hedh her pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofsh.